Një stuhi e fuqishme ka goditur Italinë në pjesën veriore të saj duke shkaktuar kaos në aeroportin lokal ku erërat e forta. Imazhet nga aeroporti Luigi Ridolfi tregojnë forcën e erërave, ndërsa avion të lehtë lëvizin nëpër pistë dhe në disa raste përmbysen. Al Jazeera raportoi se erërat në zonën arritën dubël. Al Jazeera raportoi se erërat në zonë arritën rreth 120 km/h. Erërat e forta prekën gjithsej 4 avion të vegjël, ndërsa njëri prej avionëve thuhet se hasi vështirësi serioze gjatë procesit të uljes. Të përballur me rrezikun për sigurinë e fluturimeve, autoritetet mbyllën përkohësisht aeroportin. Sipas rajonit Emilia-Romagna, Luigi Ridolfi mbeti mbyllur për rreth një orë, ndërsa kushtet e rrezikshme të motit u qetësuan dhe kontrollet e nevojshme u kryen. ANSA raportoi se erërat e forta në zonën më të gjertë e kaluan 70 km/h, ndërsa shpejtësi mbi 100 km/h u regjistruan pranë aeroportit të Forlit. Matje të tjera dhe raportime lokale folën për erëra që arritën rreth 120 km/h në zonën e aeroportit. Stuhia nuk u kufizua vetëm në aeroport, në Forli dhe zonat përreth, shirat e rrëmbyeshëm dhe erërat e forta shkaktuan rrëzime pemësh, dëmtuan rrugët dhe infrastrukturën. Mediat lokale përshkruan stuhinë si një valë të papritur uji dhe ere që shkaktoi dëme të konsiderueshme në zonat urbane dhe rurale brenda pak minutash. Forli nuk ishte rajoni vetëm në Itali i prekur nga stuhia dhe rrëshqitje toke u regjistruan në disa zona të Italisë qendrore dhe veriore, ndërsa u raportuan stuhi të përhapura në Lombardi, Piemonte, Liguria, Toskana, Veneto dhe Emilia-Romagna.